Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, nëse vuani nga diabeti, ja ushqimet që duhet të hani për ta trajtuar. Kur bëhet fjalë për diabetin, në zgjedhjet tona ushqimore janë shumë të rëndësishme. Pavarësisht se disa ushqime janë më të mira se të tjerat, kjo nuk do të thotë që duhet të ketë kufizime në larmishmërinë e ushqimeve që mund të konsumojmë. Ka ushqime të cilat etiketohen si tepër të këqija, por kjo nuk nënkupton se ato duhen shmangur tërësisht. Nëse ato konsumohen në sasi të vogla, këto ushqime të këqija janë të padëmshme. Megjithatë, kur vjen puna tek vlerat, ushqyesi dhe aftësia për të ndihmuar në menaxhimin e diabetit, gjithmonë duhen zgjidhur ushqimet më të mira. Trupi juaj ka nevojë për karbohidrate, megjithatë, ju duhet që të bëni kujdes. Dritrat, zgjedhjet më të mira. Dritrat e plota si orizi kafë dhe tërshëra, patatja e ëmbël dhe e pjekur, ushqime të bëra me dritra të plota dhe me pak ose më mirë as pak sheqer të shtuar. Zgjedhjet më të këqija. Dritrat e përpunuara si orizi i bardhë apo mielli i bardhë, dritrat jo të plotë dhe me shumë sheqer. Buka e bardhë, patatet e skuqura. Ndërkohë nga perimet, ja cilat janë zgjedhjet më të mira. Perimet e freskëta dhe të gatuara në avull, të pjekura ose në zgar, perimet e ngrira dhe të gatuara me pak avull, barishte si për shembull spinaqi dhe rukola. Perimet e konservuara por me pak ose as pak krip. Zgjidhni një menu shumë ngjyrshëm me barishte të gjelbra, perime të kuqe, portokalli si karrota ose speca, të bardha si qepa ose vjollcë si patlıxhanët. Duhet që të konsumoni 2 filxhane gjysmë me perime në ditë. Zgjedhjet më të këqija. Perime të konservuara me krip, perime të gatuara me shumë gjalp, djathë ose salcë. Turshit vetëm në rastet kur duhet që të kufizoni kripën, në të kundërt mund t'i konsumoni. Lakra turshi për të njëjtat arsye. Nëse vuani edhe nga tensioni i lartë i gjakut, duhet që t'i shmangni me patjetër. Ndërkohë, nga frutat, duhet të plotësoni nevojat për karbohidrate, vitamina, minerale dhe fibra. Shumica përmbajnë pak yndyrë por kanë më shumë karbohidrate se perimet. Zgjedhjet më të mira. Frutat e freskëta, frutat e ngrira ose të konservuara pa sheqer shtesë, reçeli ose konserva frutash pa sheqer shtesë dhe puret e frutave pa sheqer shtesë. Ndërkohë, zgjedhjet më të këqija janë frutat e konservuara me shurup dhe sheqer, reçeli, konservat, kompostët e zakonshme, ju mundet që t'i konsumoni vetëm në sasi fare të vogla. Pijet dhe lëngjet me koncentrat frutash. Ndërkohë, proteinat, ndër zgjedhjet më të mira në këtë rast janë mishi i viçit, i pulës, peshku, deri, gjeli të detit, frutat e detit, fasulet, djathi, vezët dhe gjithashtu arrorët. Zgjedhjet më të mira. Ekspertët rekomandojnë proteinat me bazë bimore si për shembull fasulet, arrorët dhe njëkohësisht farat, peshku dhe njëkohësisht frutat e detit. Pulën dhe shpend të tjerë, në qoftë se është e mundur, zgjidhni pjesën e gjoksit tek pula, vezët dhe produktet e bulmetit me pak yndyrë. Nëse hani mish, mundohuni që të zgjidhni gjithmonë pjesët pa dhjam. Nëse hani mish shpendësh, hiqani pjesën e lëkurës. Përfshini proteinat bimore nga fasulet, arrorët edhe nëse nuk jeni vegetarian ose vegan. Nëpërmjet tyre, ju do të merrni ushqyes dhe fibër të cilat nuk gjenden në produkte shtazore. Ndërkohë, zgjedhjet më të këqija janë
mishi i skuqur, mishi me djam, prosciuta e derit, djathi, lëkura e shpendëve të gatuar, peshku i skuqur, produktet e bulmetit dhe njëkohësisht kujdes me yndyrat dhe konsumoni në sasi sa më të vogla. Ndërkohë, zgjedhjet më të mira janë qumshti i skremuar ose me 1% yndyr, kos me pak yndyr, gjiz me pak yndyr, kremrat e bulmetit me pak yndyr. Zgjedhjet më të këqija janë qumshti i plot, kosi i zakonshëm, gjizë e zakonshme, kremrat dhe salsat, akullorja e zakonshme, yndyrat, vajrat dhe njëkohësisht ëmbëlsirat. Janë të pamundura që të rezistosh, por njëkohësisht ato janë të këqija për diabetin. Zgjedhjet më të mira: burimet natyrale të yndyrave nga perimet si për shembull arrorët, fara dhe avokado, kanë shumë kalori, ndaj ju duhet që të bëni kujdes me racionet. Ushqimet e pasura me acide yndyrore omega 3, si për shembull salmoni ose toni i peshkut. Vajrat bimor, zgjedhjet më të këqija: yndyrat e plota të cilat i bëjnë keq zemrës. Lexoni gjithmonë etiketa dhe nëse në të shkruhet pjesërisht i hidrogenizuar, mos e konsumoni, pavarësisht pretendimit se ka 0 gram yndyr. Sasi të mëdha të yndyrave të ngopura nga produktet shtazore ose vaji i arrës së kokosit ose i palmës. Këshilla është se nëse ju vuani nga diabeti, është gjithnjë e nevojshme që ju të konsultoheni me mjekun tuaj për kufizimet që duhet të bëni në ushqim. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk mundet ta përdorë atë siç duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë më pas pasohet me një sër simptomash siç janë dropitja fizike apo sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë njëkohësisht ndër më të mirat sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Gjithashtu, në këtë video ju do të mësoni më shumë për ushqimet të cilat rekomandohen për uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Drithrat e plota ose buka e elbit. Ndonse shumica e bukëve duhen shmangur, buka prej elbi dhe ajo prej drithit të plot të bluar në gur kanë një nivel të ulët glicemie. Ato janë të pasur me fibër e cila njëkohësisht ngadalëson tretjen dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrush, moll. Shumica e frutave kanë një nivel tepër të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe njëkohësisht fibër, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të lartë glicemie, sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë boronica, rrush dhe moll kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti i tipit 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel më të ulët dhe për më tepër janë të pasura me ushqyes. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.